nga errësira e skllavërisë, drejt dritës së dijes dhe lirisë, një rrëfim i fuqishëm për ngritjen përmes vështirësive, për dinjitetin njerëzor dhe forcën e arsimimit. Një histori që flet për qëndresën, sakrificën dhe besimin se ndryshimi është i mundur. Rubrika Skllavëria Amerikane. Sonde, ora 20. Explorer histori. Ti adhuron sportin. Premier League, La Liga, Kombëtarja Shqiptare, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga e shumë të tjera. Eja të festojmë çdo javë. E t'i shohim të gjitha. Në paketën më të pasur televizive të menduar për ty, me ulje deri në 10.000 lekë. Vetëm në platformën tënde më të dashur, Digital, pjesë e familjes. Edhe çfarë se je në kafe, klik dhe u mbarua. Sigurimi në Alpsig nuk ka qenë më i lehtë se kaq. Online dhe u kry. Alpsig, vlerat që na bashkojnë. Shoku shokut ja jep një kafe Prince instant pikërisht atëherë kur se mbret. Po, çfarë shok? Prince 3 në 1. O për shokun, o për asnjë. Nga errësira e skllavërisë, drejt dritës së dijes dhe lirisë, një rrëfim i fuqishëm për ngritjen përmes vështirësive, për dinjitetin njerëzor dhe forcën e arsimimit. Një histori që flet për qëndresën, sakrificën dhe besimin se ndryshimi është i mundur. Rubrika Skllavëria Amerikane. Sonde, ora 20. Explorer histori. Ti adhuron sportin. Premier League, La Liga, Kombëtarja Shqiptare, UEFA Champions League, Serie A, Bundesliga e shumë të tjera. Eja të festojmë çdo javë. E t'i shohim të gjitha. Në paketën më të pasur televizive të menduar për ty, me ulje deri në 10.000 lekë. Vetëm në platformën tënde më të dashur, Digital, pjesë e familjes. Shijo dhe ti gjithçka që ofron aplikacioni Digital. E nëse ke vështirësi për ta patur, ne do të ndihmojmë menjëherë. Ta shkarkosh në ekran, të regjistrohesh, të abonohesh në llogarinë tënde, të përdorësh funksionalitetet që ofron kjo teknologji. Kontakto menjëherë në shërbimin ton Express, në telefon, WhatsApp, Viber. Shkruaj në profilet tona social media apo online në faqen zyrtare digital.al, ku do të gjesh çdo informacion që të nevojitet. Digital, pjesë e familjes. Kur duhet fillosh ta mbledhësh rrushin?